Mëngjesin e kësaj të martë, agjentët e Byrosë Kombëtare të Hetimit dolën në terren për të ekzekutuar masat e sigurisë të vendosura nga gjykata e posaçme për 8 persona në hetim për disa vepra të rënda penale. Hetimi lidhet me dyshimet për konkurrencë paligjshme nëpërmjet dhunës, heqje e paligjshme e lirisë, shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike të kryera në formën e veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal, si dhe për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale. Në kuadër të këtij hetimi, gjykata e posaçme ka caktuar masat e sigurisë arrest në shtëpi për drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj, e dyshuar për veprën penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Në të njëjtën mas siguri është vendosur dhe zëvendës drejtoresha e Akshit, Hava Delibashi, e dyshuar për të njëjtën vepër penale. Po ashtu, masa sigurimi janë kërkuar edhe për 2 biznesmen si dhe për administrator të disa kompanive private, të cilët dyshohet se kanë marrë pjesë formalisht në procedurat e tenderimi. Sipas hetimeve, këta subjekte kanë lëshuar fatura tatimore fiktive dhe kanë kryer transaksione financiare në favor të kompanive që nuk kanë qenë pjesë drejt për drejt e proceseve të tenderimit, duke ndikuar në mënyrë të paligjshme në rezultatet e tyre. Në kuadër të të njëjtës dosje, gjykata e posaçme ka vendosur masën e pezullimit nga detyra dhe ndalimin e daljes jashtë shtetit për zëvendës drejtorin e policisë së Tiranës, Erjon Ismaili. Ai dyshohet për kryerjen e veprës penale të konkurrencës së paligjshme nëpërmjet të dhunës, realizuar në formë të veçantë të bashkëpunimit si grupi strukturuar kriminal. Në një njoftim zyrtar, prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar bëri me dije se personat në hetim dyshohet se kanë kryer një sër veprimesh të kundërligjshme gjatë procedurave të prokurimit publik. Sipas PAK, këto veprime përfshin përcaktimin e kritereve specifike që nuk parashikohen nga ligji me qëllim favorizimin e disa kompanive të caktuara në dëm të konkurrencës së lirë. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu se përfaqësues të kompanive pjesëmarrëse në tendera janë detyruar të heqin dorë nga ankimet për procedurat e tenderimit, duke u privuar nga i drejta ligjore për të kundërshtuar vendimet. Ky veprim, sipas prokurisë së posaçme, ka hapur rrugën për shpalljen fituese të kompanive të paracaktuara, pasi shqyrtimi i ankimimeve mund të kishte sjellë ndryshime të renditjes përfundimtare të fituesve.